Traditat, niveli ekonomik, urbanizimi copëzojnë hartën e divorceve në bashkitë e vendit. Të dhënat nga censi 2023 mbi gjendjen civile zbulojnë kontraste të forta nga finiqi me rreth 26 divorce për çdo 1000 banor deri në has që mezi bëhen 3 divorce për 1000 banor. Mesatarja kombëtare rezultoi 11 deri në 12 divorce për 1000 banor, teksa 28 bashki rezultuan mbi këtë mesatare. Grafiku i përpunuar nga Monitor tregon se shkalla e divorceve është dukshëm më i lartë në jug dhe në qendrat urbane turistike, ndërsa veriu mbetet më konservator. Të dhënat tregojnë se bashkitë e Finiqit, Sarandës, Delvinës, Korçës dhe Dropullit kanë shkallën më të lartë të divorcit për banor. Në këto bashki rezultuan 22 deri në 25 divorce për 1000 banor në kohën kur u zhvillua anketa. Divorcet e larta në këto bashki lidhen me fluksat e larta migratore dhe paqëndrueshmërinë që krijojnë flukset sezonale të turizmit. Emigracioni i vjetër ku familjet kanë shumë vite të ndara kanë rritur probabilitetin e divorcit. Bashkitë e mëdha si Tirana kanë 17.6 divorce për 1000 banor, Durrësi 15.8 dhe Fieri 15.5.